Bordi i Transparencës në mbledhjen e mbajtur këtë të njëjtë ka përcaktuar tavanet e reja të shitjes së karburanteve në tregun vendas. Sipas vendimit më të fundit, çmimi i naftës për shitjen me pakicë do të jetë jo më shumë se 196 lekë për litër, ndërsa benzina do të tregtohet me një çmim maksimal prej 180 lekë për litër. Dyshimet e njoftuara do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Për sa i përket shitjes me shumicë, tavanet e reja janë fiksuar në 184 lekë për litër për naftën dhe 168 lekë për litër për benzinën. Bordi u ka bërë thirrje të gjithë operatorëve të respektojnë këto kufi, duke paralajmëruar se në rast të shkeljeve të konstatuara, do të procedohet me pezullimin e menjëhershëm të aktivitetit për subjektet abuzuese. Në sqarimin e tij, bordi theksoi gjithashtu zbatimin e nivelit të akcizës, duke qenë se çmimet e caktuara janë nën kufirin e parashikuar nga akti normativ i muajit prill, i cili parashikon reduktim të akcizës vetëm nëse nafta kalon 220 lekë për litër dhe benzina 200 lekë për litër. Niveli i akcizës për këtë periudhë do të vazhdojë të zbatohet i plot në masën 100%.